Përshëndetje Marakli, sot do flasim për mushmollën. Shumë njerëz që jetojnë në fshat e njohin këtë frut magjik. Unë kam pas rreth 10 pemë tilla, po kur u bë kjo rrugë e re këtu, mi kapi gjitha dhe të shikam shartuar një di pemë, edhe njëra të shika hinë brodhim, i kam shartu në ftuaj, i kam shartu këtu, në ftuaj, ja, këtu. Dhe të shi ka bë kokrat, vjet pa të bëjë një 10 kokra, si me të ka bë pak më shumë, kuptohë, vit pas viti, edhe të shi, pak kokra ka kjo, 4-5 kg, po këto do t'i heqin të shi, këta do të rinë rreth 2 javë, 1 muaj, pastaj zbuten dhe bëhen si half, i thomin e, po janë të mira, është frut vërtet shumë i veçantë. Edhe ka bëca kokra, është zhvillu maksimum, se kjo është viti 3 që është shartu në ftue, dhe ka bo për mashallatja hekim shto. Sa të ketë, sepse ka ardhe koha të shi, janë pjek këta. Këta janë, këta quhen mushmolla. Pra, respekt e Marakli, e ju uroj një ditë mbar gjithë.